Dentro që gjente që s'ka bo këtu. Ka njerëz që qa s'kam bërë këtu brënda. Gjesë tim është i fundit. Brigela, ndiz mikrofonin. Kon i ronë vëllë. U kon gjesë i ronë. Okej, ajo se din se qa kam kalu njetë, një histori që unë se kam tregu këto dhe nuk mund të bullizoj dhe i thot një burri futi aty, sepse në jetë unë kam kalu diçka dhe s'kam tash me tregu këto, se babi im se din. Për një person që më ka përndjekur në Itali edhe ka dash me mgrabit një burë në rrugë. Kështu që është një trauma im, e kam denoncu dhe ka histori. Kështu në atë moment më kujtu ajo skena të një personi që sikur po më donte me më. Kështu që ajo nuk mund tallët të qeshët me këtë gjë. Edhe, okej, nuk më vjen mirë se s'e kisha bërë kur, as në jetën reale, më është vetë mbrojtje. Ja kthejve dhe me thënë në këtë mënyrë se nuk as mund të prek, as nuk mund të bëj. Ajo nuk ndalon edhe bëra kështu quello che si meritava. Kështu që anche se esco testa alta, nuk më intereson fare. Anzi, impara prossima volta a non bullizzare, a non spingere gli uomini a fare queste cose se ka burra atje jashtë që realisht ndoshta perché parlava in italiano. Po. Ka burra atje jashtë që realisht i bëjnë këto gjërat. Sepse jam e para që ka kalu diçka në jetë që s'kam dash me tregu këtu, se më vinte si klet, se dim vetëm mami, nuk e dim babi. Po që këto të bëjnë me zorë me thonë. Du të me i thënë që unë e kam si trauma kur një person më ashtu që të marrim vesh. Unë kisha fobi të dilja, vetëm. Në dilja do të më në gjiro vetëm, doja se s'bën një person me mua. Pasi ndodhi në Covid ka ndodhë. Kur pa ta dalë me një shoqe, po ktheja për shtëpi, per mezz'ora mi ha seguito con il cappuccio. Greta, ndiz mikrofonin. Që